Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Duke qenë se këto kohë është folur shpesh për problematikat e sigurisë ushqimore dhe për sa i përket aflatoksinave, të cilat janë përmendur shumë gjatë në televizor, dua të ndaj me ju një informacion të shkurtër rreth asaj se çfarë janë aflatoksinat dhe çfarë probleme shëndetësore lidhen me to. Duhet të kuptojmë se aflatoksinat janë disa toksina ushqimore që prodhohen nga korpullat, që kontaminojnë pikërisht ushqimin që nuk është ruajtur ashtu siç duhet, për sa i përket kushteve të lagështisë dhe të dritës. Gjendet zakonisht tek drithërat, tek gruri, misri, orizi, por mund të gjendet gjithashtu edhe te qumshët dhe në produktet e tij, të cilët vijnë nga bakti që kanë ngëlltitur pikërisht ushqimin e kontaminuar. Gjithashtu mund të gjendet edhe tek ushqimet të paketuara, të cilat janë të gatshme, që prodhohen pikërisht duke përdorur këto lëndë bazë, siç janë për shembull biskota, cornflakes, keka të ndryshëm, apo edhe në produktet e qumshit, sikurse tham. Problematika shëndetësore që lidhen me aflatoksina mund të jenë afat shkurtra ose edhe afat gjata. Afat shkurtra në momentin që ekspozohemi ndaj një doze të lartë për një kohë të shkurtër dhe do të shfaqin efekte shëndetësore brenda disa orësh apo edhe disa ditësh. Dhe simptomat janë praktikisht ato sikurse edhe të një helmimi ushqimor, që konsiderohen rritje të temperaturës, të vjella, diarre, apo në disa raste mund të kemi edhe dëmtime të mëlçisë. Ndërsa problemet afatgjata janë ato të cilat lidhen me një ekspozim për një kohë shumë të gjatë, madje vite të tëra, dhe dozave të ulta të aflatoksinës që mund të shoqërohen edhe me shfaqje të kancerit të stomakut, të mëlçisë, apo edhe me dëmtime të sistemit imunitar, që do thotë na bën edhe më të ndjeshëm ndaj infeksioneve të ndryshme. Arsyeja sepse mund të ndodhi ky ekspozim afatgjatë ndaj dozave të ulta të aflatoksinës është pikërisht ajo se ne si konsumator nuk kemi asnjë mënyrë për të kuptuar nëse ka apo jo kontaminim të ushqimit me këto lloj toksinash. Pra, nuk është se ka ndonjë shije, ngjyrë apo aromë karakteristike që neve ta kuptojmë se ky ushqim është kontaminuar dhe të mos e konsumojmë atë. Pra, mund të vijojmë konsumimin normalisht të tij dhe si pasojë të marrim këto doza të aflatoksinës. Sigurisht që është një përgjegjësi e madhe e prodhuesve të produkteve ushqimore që të ruajnë të gjitha produktet ashtu siç duhet në kushte të duhura të lagështisë dhe të dritës, sigurisht edhe ato të cilët merren me tregtimin e tyre produkteve duhet të ruajnë ato siç duhet. Krahas kësaj duhet të bëhen edhe disa kontrolle të vazhdueshme të produkteve ushqimore, analizat qoftë për ushqimet të cilat do t'i jepen baktive, qoftë për drithëra, qoftë edhe për qumshin dhe në produktet e tij. Edhe ne si konsumator kemi një rol të rëndësishëm për të mbrojtur nga aflatoksinat. Sigurisht që neve nuk mund të kuptojmë praninë e këtyre tek ushqimet, por çfarë mund të bëjmë, duhet të jemi të kujdesshëm që të shikojmë kushtet e ruajtjes së produkteve të cilat do të blejmë, të zgjedhim produkte të firmave të cilat janë të besueshme, sigurisht, të kontrollojmë etiketimin edhe datat e skadencës dhe të kontrollojmë gjithashtu edhe kushtet e paketimit, pasi shpeshherë mund të jenë dhe tregues së cilësisë së produktit ushqimor të cilët po blejmë. Kjo ishte videoja për sot, shpresoj t'ju kem dhënë një informacion të shpejtë dhe të shkurtër rreth asaj se çfarë janë këto toksina të rrezikshme për të cilat duhet të ndërgjegjësohemi më tepër, për sa i përket edhe aspekteve të sigurisë ushqimore, të cilat janë një çështje shumë e rëndësishme e shëndetit publik. Në rast se ju ka pëlqyer videoja dhe mendoni se ka informacione të vlefshme për ju dhe për miqtë tuaj, ju ftoj t'i bëni like dhe ta ndani atë me të njohurit tuaj. Gjithashtu ju ftoj që të bëni subscribe kanalit në mënyrë që të mos u visni asnjë video. Bashkë dëshimi në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithë shëndet.